Vogëlushi kërkon nënën e vdekur dhe i telefonon policisë. Përgjigjja e këtij polici do ju vdekja e babait ose e nënës është padyshim një nga ngjarjet më të dhimbshme për çdo fëmijë. Për më tepër, nëse i shtojmë vështirësitë që një fëmijë ka në kuptimin e konceptit të vdekjes, është një proces për të cilin ai sigurisht nuk është i përgatitur. Një mëngjes fatkeq, nëna e Xherit u pranua në spital dhe kurrë nuk u kthye më prej andej. Bai i fëmijës u përpoq t'i shpjegonte atij se nëna e tij kishte shkuar në qiell, por 5 vjeçari nuk mund ta kuptonte pse ëma nuk u kthye për ta parë më atë. I shqetësuar se diçka e keqe mund t'i ketë ndodhur asaj, ai vendosi të thërras policinë për ndihmë. Tommy Lee, një oficer veteran, ishte ai që ju përgjigj thirrjes së emergjencës atë ditë. Në fillim, ai mendonte se ishte një shaka e keqe, por kur e kuptoi se po fliste me një fëmijë, ai vendosi ta dëgjonte me durim. Xheri shpjegoi policisë se çfarë i kishte thënë babai, se nëna e tij kishte shkuar në qiell dhe i tha se ishte shumë i shqetësuar sepse ajo nuk ishte kthyer ende. Me çdo fjalë që dilte nga goja e pafajshme e fëmijës, policët ndiheshin gjithnjë e më shumë të mbërthyer nga trishtimi. Polici, duke qenë vetë prind, e kuptoi trishtimin dhe konfuzionin që ndjente Xheri, kështu që ai vendosi t'i jepte disa këshilla që do t'i bashkonin në një mënyrë që askush nuk mund ta imagjinonte kurrë. Lee i tha djaloshit të shkruante disa letra dhe t'ia dërgonte nënës së tij me balona të kuqe, kështu që ajo mund t'i lexonte ato në qiell. Pas bisedës telefonike, Xheri shkroi një letër çdo muaj nënës së tij, të cilën e dërgonte në një tollëmbase të kuqe me shpresën për të marrë një përgjigje. Pas një kohe, Xheri i telefonoi sërish policin, sepse nuk kishte marrë ende një përgjigje nga nëna e tij dhe ishte i dëshpëruar. Agjenti i tha atij se duhet të qëndronte i qetë, se ai ishte i sigurt se nëna e tij i lexonte letrat dhe se ai duhet të vazhdonte t'i dërgonte. Lee kishte një plan të gatshëm që të mos e zhgënjente fëmijën. Pak ditë më vonë, një grup policësh me motor shkuan në shtëpinë e Xherit, secili prej tyre solli një tollëmbase të kuqe. Lee i tha Xherit se nëna e tij i kishte lexuar të gjitha letrat dhe donte të vazhdonte t'i merrte ato. Për të siguruar që fëmia besonte se komunikonte me të vërtetë me nënën e tij, policia vendosi të merrte disa informacione lidhur me të. Për ta njohur më mirë, ai kërkoi ndihmë nga babai i tij dhe nga disa mësues të tij. Me gjithë informacionin që kishte arritur të merrte në llogaritë të tij, policia i dërgoi fëmijës një letër nga ëma, ku shkruante se e donte shumë dhe ishte shumë e kënaqur me rezultatet e shkollës. Tregime si ky meritojnë të shpërndahen në mënyrë që sa më shumë njerëz të mund të arrijnë të njohin gjeset e dashurisë. Ky polic meriton të gjithë dashurinë e botës.